Se kam ditë. Eronita, të përshëndesim, falenderojmë shumë për qafojmë nga larkë. Po sa e bukur është, më Blero? Po, shumë bukur. Sa e bukur. Po edhe ti ke shije, ditës tjetër. Përveç bukurisë pamjes e ka, më të bukur e ka qëndrimin, e ka truni saj shumë i bukur, forma qysh ajo, thjesht e shë jetën. Kështu që e lëshojnë edhe pamjen në jashtme edhe brendshme. Po edhe ajo duke që të do shumë edhe të vlerëson shumë, kështu që unë uroj që t'jeni vetëm ditë të lumtura dhe të bukura, po pa tjetër në një raport je di, ullje ngritet janë të pashmangshme, por e rëndësishme është që kur ke gjëra themelore të rëndësishme ashtu siç duhet, të gjitha superohen, gjitha vështirësitë që mund të dalin rrugës, absolutisht. Se kam prit as pak këtë video. Ishte surprizë, është e parë që ajo del në televizion duke folur, sepse e kemi parë deri tani vetëm në foto. Është hera e parë që ka dalë, wow, Brodina, ju përgëzoj. Unë prandaj falenderoj shumë Eronitën, sepse ishte ekskluzive kjo dhe ishte ere parë që edhe e pam duke folur dhe u bindëm akoma më shumë që është vërtet një vajzë e bukur dhe e mençur edhe në një moment të rëndësishëm edhe ajo duke jetuar në jetën e vet, kështu që edhe një herë urime çiftit. Faleminderit. Është folur edhe për një shtatzani të mundshme këtë periudhë, apo kemi ndonjë lajm të ri këtu apo duhet të presim akoma? Mos veç keni kontakt me Eronitën. Atë pysim Eronitën. Po ti vetë, di që dërë tani? Pyet në Eronitën. Ja la asaj atë pjesë, le të flet ajo? Ti ja la asaj të japi lajmet? Si ti, le të flet ajo, pyet në to. Le të flasja, ti çfarë do doje për shembull të ke ndonjë preferencë për shembull tani? Që të kishe një fëmijë të dytë, një gjini, për ta bërë tarën me një vllau ose me një motër? S'ka lidhje gjinia, me si është fëmija të ketë shëndetin, po, normal që kam dëshirë, absolutisht. Kështu që ne urojmë që t'ju realizohet edhe kjo dëshirë dhe shumë shpejt t'ju shohim edhe më të zmadhuar si familje. Po, si familje, po. Nga 2 të bëheni 3. Me tarën si është marrëdhënia e Eronitës? Qa me thonë, Rodina, do me thonë është janë si shoqet ngushta. E kupton, janë ashtë të afërta. Do me thonë, tash kur du me dalë dikon me tarën, a është Eronita? Thëmë, po, okej, po vi. Okej, shi. Okej. E bukur. Po kjo është meritë e Eronitës, është meritë edhe e tarës, pa diskutim. Unë besoj edhe të utës, që edhe ajo gjithashtu ka rolin e vetë në gjithë të marrëdhënia, apo jo? Absolutisht. Se cili ka meritën e vetë aty, pa kur farë diskutimi, sepse nëse nuk e rritë një fëmijë me një frym ku me të vërtetë është rëndësishme mi kuptu gjërat njëtë, mi aspjegu për një forme që shështjeshe, unë mendoj që gjithmonë më e mirë është me folë me fëmijë për gjithë shka. Edhe sigurisht që kur ka ardhë koha mi taku Eronitin, i kam tregu krejt, sigurisht që kjo marrëdhënie tyne është ti jashtë zakonisht e mirë, sepse ajo më ka nimu të folë për Eronitin, edhe mandej, kur e ka taku Eronitin, mandej është edhe merita sigurisht e Eronitit që e ka afru tarën, po mendoj që është edhe edukat, si që ka edhe Eronita nga familja e vetë, më tonë është e jashtëzakonshme. Tashi edhe pjesë këto është edhe të uta që edhe ato e falenderoj kuptimin çfarë edukat ka edhe të uta duke i folë tarës edhe për gjithë shka. Kështu që besoj që secili ka pjesën e vetë, meritën e vetë. Absolutisht, dhe vjen shumë mirë në fakt, sepse bota po evoluon, shoqëria po evoluon dhe unë besoj që ka nevojë për modele të tilla edhe për këto lloj mesazhesh. Shoqëria jonë se ndikojnë pozitivisht. Për shembull, mbram ishim me një darkë, edhe aty në atë vend ku ishim, ishte vendi plot me njerëz. Tash kur u futa mbrana une, me nitën dhe me tarën, njerëz këshyshim, po e kupton, është shumë normale, edhe njerëz e kuptojnë që okej, sepse jam une, nita dhe tara, edhe është shumë normale, pse fëmija duhet me pas raport mirë, po gjithmonë është, në fund ditës është merita e prindit si e edukon fëmin dhe si i folë fëmis. Kështu që është shumë e rëndësi kësha edhe kësha jap këshillët të prindit cilë të kanë situatën njëjtë si unë, kuptimin ose kur janë të nda me nanën e fëmis, që mi folë fëmis shumë edhe në qender do t'jetë fëmija gjithmonë.
S'do të pas inat as kur gjë. Pa diskutim, absolutisht. Po dhe Ronitës duhet thënë bravo, se ajo është më e re, le themi, dhe ka ditur ta menaxhojë të gjithën këtë situatë më së miri, apo jo? Duke krijuar një atmosferë fantastike në familje. Definitivisht është ajo që mon tash familjen tonë, sepse kemi kriju gjitha gjanat edhe thjesht kur thojnë anglisht I'm just lucky guy, dhe shem me fat. Me fat je, me gjithë thom. Por. Po. Se filluam me këto fjalë të urta, por edhe është një fjalë urtë që thojnë rrit drejt se trunë Zoti. Kështu që mendoj që jam okay. Kështu që në një farë mënyrë Zoti të shpërblen për sjelljen tënde, për zgjedhjet që ti, për vendimet që merr. Jeta ka nga të gjitha, momentet vështira, sfida, momentet bukura, po e rëndësishme është që të dish të qëndrosh ashtu si dhe ti menaxhosh mirë situatat e vështira në cilat përballet njeriu. Pa diskutim, kështu që edhe një herë ju uroj më të mirat në jetën tuaj, edhe sa më shpejt ndoshta një lajm tjetër që t'ju gëzoj edhe më shumë. Le të flasim pak, Blero, për një tjetër moment, i cili mua më bëri shumë përshtypje kur e kam mësuar, projektet e tua në lidhje me futbollin. Sepse ishte diçka e risi, edhe besoj që teleshikuesit një pjesë mund ta di, po ndoshta disave dhe mund të ketë shpëtuar. Blero, përveç muzikës, ka vendosur të merret edhe të hyjë dhe në fushën në industrinë, le të themi, të futbollit, si menaxher sportiv. Si të lindi kjo ide dhe pse vendose ti të merr dhe cilat janë projektet e tua që ke zhvilluar deri tani? Menaxher futbolli. Unë kam gjithë jetën time që du futbollin, pothuajse njësi muzikën. Kam luajtur vetë futboll kur isha i ri. Do me thonë, këto e kom thonë disa herë në për intervista ma herët në për vite, por kur kam fillu më po ma aktiv në këtë drejtim, është që kur kam pa që me të vërtet është e nevojshme diçka e re në kuptimin, unë e shoh në ndryshe futbollin, në kuptimin talentat e ri shqiptarë që janë në Kosovë, në Shqipëri, kudo, që kanë nevojë për një trajtim të drejtë, me shumë respekt për të gjithë. Unë versionin tim, edhe aty kam fillu pak me marrë ma seriozisht çështjen që... Çfarë do bësh ti ndryshe? Çfarë do cillësh ti ndryshe? Krejt është unë, sepse unë vetë jam artist, kurse edhe futbollistat janë në formën e vetë, në sportista, por art është edhe ai. Edhe nuk ka maket se mja thy ondrën dikuj në futboll, mi thonë, e bëj këto. Thjesht, kur ta marrë një futboller, kur thojnë në umbrellën time, do të çoj deri në fund. Gjithmonë do të varet në fund nga ai, nga performanca e tij, por në kuptimin e klubeve, kontakteve, gjithë shkafet. Kështu që njerëzit do të më koni drejt, edhe besoj që unë që një vit e gjysmë kam fillu më seriozisht. Po. Bile them ditën merrem me futboll, natën me muzikë, kështu që kur kohë nuk kam një varforme. Po është të ecë mirë, kam bashkëpunëtor. Pra, do me thënë, çfarë bën konkretisht ti si menaxher futboll? Mu më vinë shumë, si me thonë, talenta, mi shojnë on Instagram, edhe në shoj studioj. Fillim i shkoj e shoh futbollerin nga afër, të luajt, ja përcjell dhe lojt, bëjnë analiza për to, këshyri, sepse në futboll është më rëndësi lifestyle, jeta, është më rëndësi dhe edukata jote çfarë e ki, nuk është vetëm talenti në futboll. Futboll është do të jesh i kompletuar në gjitha format për me pas një mundësi të vogël për me deportu në futbollin profesional.